sa i përket ekspozitës, e cila me sa mora vesh tashmë është larguar, ajo nuk ndodhet më në shesh. Aty ka shumë masakra që nuk janë përfshirë, por kishte të tilla që kanë pasur gabime në tekst. Ato natyrisht do e mos duhet të korrigjohen e të përmirësohen. E vërteta për ne dhe krimet e kryera në Kosovë duhet të ekspozohen sa më shumë, jo vetëm para botës, por edhe para nesh, në veçanti para të rive e brezave që do të vinë, për shkak se ju e dini që një pjesë e konsiderueshme e popullsisë të ne, për të mos thënë gati gjysma, ose kanë qenë fëmijë në kohën e luftës dhe nuk e mbajnë mend qartë dhe nuk kanë pasur si ta kuptojnë atëherë se çfarë po ndodh. Krejt, dhe në anën tjetër kemi edhe aq shumë të ri e treja që kanë lindur pas luftës. Dhe kjo ekspozitë është shumë e rëndësishme për të ardhmen tonë, veç për të kaluarën tonë. Këto ekspozitash na duhen sa më shumë, por natyrisht me të dhëna të sakta, pa gabime dhe duhet të jenë të plota. Të gjithë ata të cilët janë dashamirës të mbamendjes kolektive dhe të cilët kanë zell, ndjejnë përgjegjësi që të kontribojnë, instituti mbi krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë është adresa cilësore dhe institucionale e Kosovës.